Berati, qyteti unik i përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, vijon të mbetet një nga destinacionet më të vizituara turistike në Shqipëri. I ngritur buz lumit Osom, rreth 2400 vite më para i tërheq mijëra turistë çdo vit. Mbi kodrën që mbikëqyr qytetin ngrihet Kalaja e Beratit, një fortesë madhështore që ende sot është e banuar dhe simbol i gjallë i trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit. Kryeministri Edi Rama ndau sot pamjen nga Kalaja duke cilësuar atë si shpirtin dhe krenarinë e qytetit. Kalaja e Beratit, kurora mbi qytetin e një mbi një dritareve që ruan kujtesën, shpirtin dhe krenarinë e një qyteti ku historia dhe kultura gërshetohen në çdo hap, u shpreh Rama. Mbi qytetin antik të një mbi një dritareve, qëndron si kurore shëndritshme Kalaja e Beratit, një prej kalave më epike shqiptare, e njohur ndryshe si dhe Fortesa e Arbërve. E ruajtur me fanatizëm, ajo është një ndër të vetmet kala në Ballkan ku jeta gëlon ende sot. Gjurmët e historisë lëzohen nëpër muret e kalas, kishave dhe kullave që qëndrojnë si dëshmitarë të heshtura të një epoke të shkuar. Ky fortifikim i lashtë ka përjetuar luftra të shumta, por edhe periudha të begata zhvillimi dhe kulture, që prej Ilirëve deri në ditët e sotme, Bizantin, Slav, Muzakaj, Osman, Pashalloku i Beratit, muret e saj dëshmojnë qëndres edhe përpjekjet për të ruajtur atë dhe identitetin. Kjo pasuri e testamentit kulturor shqiptar është një nga atraksionet më të rëndësishme të turizmit kombëtar. Ruajtja dhe konservimi i çdo grimce kulturore që këto mure rrethojnë është sfida e përbashkët. Kalaja është një nga monumentet më të mëdha historike të Ballkanit e ndërtuar mbi një plan trekëndor e vendosur në mënyrë të tillë që duket si pjesë natyrore e kodrës. Kulla e hyrjes së brendshme është e ndërtuar me blloqe guri të periudhës ilire. Maja e kodrës është e rrethuar me një mur periferik dhe 24 kulla.